ndeshje me dalë për kësaj situate. Po edhe për krejt Kosovën edhe për krejt qytetarët është mas mirë të këta kushdo me kënd që bëhet, me e bo dhe me thonë edhe me e votu kënd do që është me dalë për kësaj situate, po për këta 30 ditë kushtrim jënë vetëm dy mundësi, ose kanë me votu edhe mu shpërba parlamenti, ose kanë me bo dhe me thonë koalicione. Po pa një zgjedhje politike, badi hava që ka dalë. Pas zgjedhje, po. Nuk ka pas zgjedhje politike, nuk ka kur gjë. Do me thonë ka mbet për sëri, veç që kjo 30 ditë që kam ju bu këtyne, kisha me thonë ma te për kështu presion, që me u zgjedhë se për ndryshe, kjo shumë nuk ju ka dhonë, do më thonë qartësi. Realisht nuk e mendoj që ka me bojë dhe presion të madhë, këta kam pas presionin që me u taku gjdo një dit po, një dit jo, edhe me gjitha të s'ka rezultu e suksesshme. Shemë për juve, Fatima, është të mundshme këtë koalicionin këtë 30 ditë që të bëhet diçka të ndonjë? Po jo, të thrasin mendjes deputetëve? Unë e kam parë që ka startuar gjithçka mbrapsht dhe gjithçka me tendencë për blokim. Fakti që në 2 seancat e para deputetët votojnë kundër mandatit të vetë, aty është kuptu qarta që nuk ka vullnet për bashkëpunim. Qoftë i treti me të parin ose qoftë i treti me të dytin është skrit në kuadër të vullnetit lirë deputetëve. Kjo situata e blokadës politike reflekton në studiot televizive kur potencialisht shfaqen liderët e partive politike. Për shembull kemi zotin Krasniqi i cili thot potencialisht për një fazë tjetër që jam për një koalicion qeverisës të opozitës ku potencialisht do t'i printe PDK, nëse LDK mi siguron 19 vota. Pse do duhej LDK mi asiguru 19 vota? Unë s'jam pjesë e LDK-s, po unë kisha refuzu një gjë të tillë që dikush të flet në emrin tim. Pastaj kemi të parin e LDK-s që thotë jo me të parë, jo me të tretë, me të dytin, po hajde të hyjmë të gjithë në koalicion një zgjidhje, kjo jo kushtetuese, sepse Kushtetuta e Republikës Kosovës e njeh pozitën edhe opozitën, e cila potencialisht i mohon përgjegjës këta që janë pozitë. Do me thënë, prej fillimit ka filluar mbrapsht dhe prej fillimit ka filluar me tendencën për ta blokuar. Unë këtu nuk e shoh problemin e emrit zonës Haxhiu, më shumë e shoh një barikadim dhe një blokim që mos të kemi një qeveri kurti 3. Ndoshta pak vjen për te kejnate politike, pak vjen për presionimit që këta deputet të trinë. Gjo mu po siko numë ato i Fatime. Po siko asë njëri blok. A une, të të una mja bu numë ato. Shumë e qartë, ne këto e kemi të qartë, ashtë më zote Matoshi që siko asë njëri blok numra. Leta të zonë mandatin dhe shkën të shpia. Jo, zote Matoshi, potencialisht që po kemi një akt vullneti për zotit Kurti dhe po thotë që unë potencialisht po shkoj në shtëpi pavarësisht që ku marr 22.7%. Që s'ka lidhje. Gjatë një duhet. Jo, ka lidhje. Ka lidhje. Është rregull demokratik. Jo, besh pse po të konvenon ty. Po të konvenon ty. Jo, leta përfundoj. E kemi pastaj që mundsinë ta bëj i dyti prapë si ka numrat. Nuk i ka numrat zoti Matoshi, nuk i ka numrat. Edhe ne numra nuk mund të çojmë atje, sepse i çojnë qytetarët. Që ju s'u çoni numrat ish opozita. Po fakt do të më votu zonën Haxhiu, me marrë epidemiologjike. Ne kemi kaluar një proces të rregull demokratik zgjedhor, i cili ka prodhuar këtë rezultat. S'të pëlqej ty ose atij tjetër, qytetari ka thonë fjalën e vet. Ne s'mund tash të insistojmë diçka që qytetari s'ka ka. Okej, ka reagim edhe Ramush Haradinaj se e rumbullakojmë. Shpejt e pas ka lezu. Në një situatë një blokade totale të krijimit të institucionet të Republikës Kosovës përfshirë edhe konstituimin e Koventit, një rast i pa dëgjuar ky për botën demokratike, kemi kërkuar rrugdalje në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Nuk i kemi bërë për interesa partijake, por për interes të vendit dhe të zbatimit vullnetit shprehur me votë në zgjedhjet parlamentare të shkurtit vitit 2025. Këtë kërkesë tonë nuk e kemi shndruar në çështje as në kauzë politike. Prej ditës që e kemi dorëzuar kërkesën tonë në gjykatë më 12 maj 2025, nuk kemi bërë asnjë komunikim publik për epilogun e eventualit saj, gjithnjë duke mos dashur të interferojmë në vendimin e gjykatës. Nuk mund të mos shprehemi të lehtësuar që kërkesa e AAK-s për interpretim dhe zgjidhje nga gjykata kushtetuese është pranuar dhe gjykata ka nxjerrë vendim për këtë çështje duke krijuar një bazë ligjore për dalë nga ngërçi i krijuar. Shfrytëzoj rastin për të bërë që të bëj thirrje gjithë deputetëve pa dallim përkatësie politike e partijake që ta zbatojnë këtë vendim të gjykatës kushtetuese dhe të japin rrugë konstituimit të kuvendit dhe krijimit të institucioneve që dalin nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Tani Haradinaj thotë edhe një mundësi, edhe një opsion me bo kuvendin dhe qeverinë, alianca. I ka 5 numra, shkojmë tutje. Janë plot opsione. Po Albini se ka dashur asnjë. Po prandaj ka mundësi që tani të ndryshoj loja me këto.
Po, sigurisht që ka mundësi, tash ata është... Jo vetëm hipotetike, po flasim reale. Prapë është në dorën e Albin Kurtit, për shkak se ai e ka për detyrë me mbledh edhe me kon konstruktiv edhe me thirr liderët e partive tjera politike, me ulë edhe me gjetë një farë mundësie për me dalë për kësaj situate. Prapë, edhe në fakt një farë konstatimi ke edhe i këtij akt vendimit, akt gjykimit të gjykatës kushtetuese në këtë drejtim. Okej. Ndërsa ato që tha pajtorna me Fatimin që tha pak më herë se ka pas tendencë prej fillimit për mos po kuvendi, po tendenca ka qenë e qartë, ka qenë direkt prej zotit Kurti. Prej momenti kur ka kuptuar se si ka fitu 500.000 zemra që lypki, 500.000 vota ose më shumë se po edhe 500k zemra. Prej atij momenti ai vazhdimisht nuk e ka bë asnjë përpjekje më të voglën. Nuk e ka bë për me gjetë një zgjidhje, nuk ka qenë absolutisht konstruktiv në këtë varr pune, s'është taku me parti politike, s'ka diskutu, edhe e ka pru situatën cilën e ka pru. Edhe ajo, më tash e kem diskutu dhe Ivan, është, domethënë kjo farë kryenetësia atij që me majt Albulenën si kandidate. Domethënë ai qëllimisht e ka majt këtë situatë derisa ku jemi këtu. Po, Fatime, pastaj po shkon me pyetje. Nuk e shoh si kontribues të blokatës zoti Kurti. Nuk e sheh Kurtin bllokues? Jo, fillimisht kanë shkuar gjithë seancë, kanë votuar për ta marrë mandatin, pastaj është dyshuar kjo që po thotë zoti Shala që ka me pas vullnet për ta blokuar duke mos propozuar një emrin për të parin e kuvendit, ka shkuar në seancë, ka propozuar emrin e të parit të kuvendit. Madje ka kërkuar që të bëj kompromise politike, kur e ka pa që nuk i ka marrë to 500 që i ka kërkuar, edhe mirë do t'ishte si kur ti merte se do ta kishim këtë blokad, ndoshta më mirë do t'ishte ti kishe marrë, sepse e ka ditur saktësisht në çfarë blokada është do futemi, edhe se si të tjerë do të tentojnë ta zbehen pastaj suksesin e tij, ose Fatime gonë se shkon zgjidhje po kam i marrë. sido që tjetë, jo, unë nuk të garantoj për të, nëse ka mritë qytetari, nëse nuk ka mritë qytetari mu perceptu si të tjerët po e blokojnë qëllimisht, ju e dini epilogun e zgjedhjeve të vitit 2021. Në momentin që ju në barikadu kundër zotit Kurti, se ju e keni pa rezultatin më ngjeç. Sido që tjetë, në momentin që ka takuar, veç ta përfundoj. Në momentin që ka takuar... Po që të thonë kur gjohë që ti përfunduat e në mëngjes, da plohë me fushë, s'është problem. Zoti Matoshin, këtë studio kemi qenë vazhdimisht. Me gjithë respektim për moshën, ke thonë që s'ka me bukur gjëmberi dhe të hanën s'ka me gudu me shkuatje. Ka me dalë të kjo kafe akne, si a keni qëllu. Po ajo të najnë kofa, ku ju të najnë? Ke thonë që s'kemi me pasa si dojë bashkëpunimi me Amerikën, si a keni qëllu. A ka zgjidhje politike? A ka zgjidhje politike? Vazhdimësi ke me të drejtën morale më ju thonë të tjerve. Fatime, a ka zgjidhje politike? A ka zgjidhje politike, Fatime? Fatime, a ka zgjidhje politike? Mos e ngriti zonën bre. Fatime, a ka zgjidhje politike? Njëherë, po pa tjetër që ka. Po pa tjetër që ka. Asne jolë këse propagandë tullë me baba në Jo, studio. kjo s'është propagandë. Shnole ti që në po të bëj pyetjen, a ka kjo zgjidhje politike? Propagandë, kjo është fakt. A ka kjo zgjidhje politike? Zoti Matoshi, kjo është fakt. Pa ka zgjidhje politike? Po mëre pa tjetër që ka, qysh nuk ka. Qilok? Po thot votoj Albulina Quna Azhir. më, jo më zgjidhjen politike në verje, ta thot. As zgjidhje politike në verje. Zgjidhje politike në verje. Unë jam interesume me pas rende dhe ligj në veri. Pastaj për çfarë U vendos rende ligji. Zgjidhje politike apo në verje? Veç ta përfundoj mendimin, të lutem. Se nuk Po si mendimin po zgjotej me ngjesh as ke kohë me pyetje. Nëse nuk ke kohë, vazhdo liroj studion. Ne këtu kohë kemi kur të përfundon moderatorët, do shkojmë Kush e liroj studion? Do shkojmë shpejt nëse Po s'kemi se nuk e kemi kryer emisionin ende. Vullneti Se jam duke i parë pyetjet e shikuesve janë shumë Vullneti i zotit interesante. Kurti për të bashkëpunuar me zotin Limaj, që potencialisht ka 3 deputet, e pa të qartë që Po çka tha Limaj bre se ka. nuk mjaftoj Jo, bre, s'ka po përpjekje zoti Kurti aty i bën 60. Megjithatë i do i duhet edhe një votë tjetër. Shpejtoj pak para Pastaj kohë vazhdojnë në Limaj një fazë tjetër për këtë marrëveshje. ku i bëri të rik ftesa publike për LDK. Ai thonë ke pos marrëveshje, ke pos marrëveshje gentleman, njoni po vllai, një Albini